bilanc tragjik nga aksidentet rrugore në vendin tonë. Një 34 vjeçar banues në Kuçov duke drejtuar automjetin tip BMW ka humbur kontrollin dhe përpasoj automjeti ka dalë nga rruga. Si pasojë e daljes nga rruga e automjetit, ka humbur jetën pasagjeri shtetasi Lorenzo Langozi, 33 vjeç banues në Kuçov. Nga hetimet e para dyshohet se shkakti i aksidentit ka qenë shpejtësia e lartë, me të cilën po udhtonin dy të rinj, si dhe lagështia në rrugë. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariat për veprimet e mëtejshme. Kjo javë ka shënuar një bilanc tragjik pasi numri i viktimave arriti në 8. Të premten humbi jetën një 51 vjeçar në Kukës, ndërkohë 6 viktima u regjistruan vetëm gjatë të njëjtes, ku 4 të rinj humbën jetën në fush prez, ndërsa një mësues 59 vjeçar në gjimnaz u përplas për vdekje në Buqis. Viktima tjetër ishte një i mitur 4 vjeçar i cili u përplas nga një furgon që doli nga rruga në aksin Klos Burret. Fëmia 4 vjeç u transportua menjëherë në spital për ndihmë mjekësore dhe më pas u dërgua në spitalin e traumës dhe ndërroi jetë disa orë më pas. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.